60 ditë luftë midis Amerikës dhe Iranit. Të dyja palët duan që lufta të pushojë. Edhe pse thonë që armëpushimi nuk është prishur, kanë pasur shkëmbime të mëdha zjarri. Kush do të tërhiqet i pari dhe kush do të përfitojë më shumë? Flitet për ndalimin një moratorium për pasurimin e uraniumit. Amerikanët kërkojnë që 20 vjet mos të pasurohen, Irani thot 5 vjet. Amerikanët thonë që uraniumi duhet të vijë në Amerikë, iranianët nuk pranojnë. Ndërkohë që Shifuti Netanyahu nuk ndihet. Mbas një armëpushimi, ai do të humbas zgjedhjet në Izrael. Kjo është e padiskutuar. Koha duket sikur është më shumë në favor të iranianëve, sepse presidenti Trump nuk mund të durojë më trysninë e madhe të çmimit benzinës, ku galloni po shkon afër $5. Ky është kufili. Natyrisht që miliarda dollar janë fituar në aksione, akuza janë dhe për familjarët presidentit Trump. Një lajm shumë i gëzueshëm për republikanët, rindarjet distrikteve të Kongresit do t'i japin fitoren republikanë. Futja në lojë e DeSantis shpresë për të mbajtur Shtëpinë e Bardhë. Më shumë fokus.